të 14 ditë radhazi, qytetarë të shumtë janë mbledhur pas ditën e kësaj të shtune në kryeqytet, duke marshuar nga sheshi Skënderbej përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit në drejtim të godinës së kryeministrisë. Tubimi i cili nisi në orën 18 u mbajt në një frymë tërësisht paqësore me një pjesëmarrje të gjerë të rinjve, familjarëve me fëmijë dhe përfaqësuesve të diasporës shqiptare, të cilët mbanin në duar flamuj kuqezinj, si dhe flamuj të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Qytetarët protestuan kundër qeverisë aktuale dhe klasës politike në tërësi, me thirrje të forta për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, teksa nuk munguan as parullat kundër figurave të tjera politike. Ajo që nisi si një reagim kundër ndërtimeve në Zvërnes është kthyer tashmë në një lëvizje masive qytetare kundër betonizimit dhe tjetërsimit të pasurive natyrore publike. Gjatë këtij marshimi, protestuesit rikthyen vëmendjen te 5 kërkesat e tyre thelbësore: largimi i qeverisë, shfuqizimi i ligjit për investitorët strategjik, anulimi i paketës së maleve dhe rrëzimi i ndryshimeve të fundit në ligjet për zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore. Një element i veçantë dhe mjaft domethënës i tubimit të kësaj të shtune ishte vendosja e 10 pala atleteve në sheshin përpara kryeministrisë. Sipas organizatorëve, kjo simbolik përfaqëson fenomenin shqetësues të largimit masiv të shqiptarëve dhe braktisjes së vendit nga rinia për shkak të mungesës së shpresës. Të pajisur me pankarta që përcjellin mesazhe të forta dhe shpesh ironike ndaj korrupsionit dhe menaxhimit abuziv të fondeve, qytetarët theksuan vendoshmërinë e tyre për të mos u tërhequr. Ata paralajmëruan se qendresa në sheshe do të vijojë pa ndërprerje derisa institucionet të reflektojnë dhe kërkesat e tyre për ndryshime rrënjësore të plotësohen.